Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Miqtë të televizionit Arbëria dhe ju shikues të emisionit për tregimi, mirë se po takohemi edhe sonte bashk me tema, me mysafir, me figura, personalitete, të cilët dinë çka t'japin dhe tregojnë shumë gjëra interesante. Me qëllim kësaj radhe kam ndruar pak temën e rrëfimit e tregimit e historisë, sepse mendimet, besimet të qenurit besimtar, të qenurit shkencëtar në formën e vetë secili, sot na bën që t'jemi më të fortë apo më të dobët në vendimmarrje apo çka do tjetër. Sot do të flasim për fen, shikues të dashur, do të flasim për psikoterapinë, do të flasim për të qenurit imam, do të flasim për të qenurit teolog e ligjërues. Të gjitha këto pozita sot nuk i përmenda rastësisht, sepse personi që kam përballë ka ecur në secilin nga këto pozita dhe ka studiuar, e ka lexuar, e ka shkruar shumë çka në mënyrë që sot ta ndajmë me shikuesit e televizionit Arbëria. Me shumë kënaqësi sot i them mirë se vjen në studio Drilon Gashit dhe do të kemi shumë çka për diskutuar. Drilon, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta në këtë emision, po m'pëlqen atmosfera, shpresoj që t'ja kaloj mirë. Faleminderit shumë, qëllimi ynë është që t'ju bëjmë të ndiheni si në shtëpi, vend i vogël, po me domethënie shumë të madhe apo jo. Sigurisht. Është nder edhe është privilegj kur njerëzit gjejnë ku edhe me ardhë përballë me diskutu një histori jetësore dhe jo vetëm personale, por edhe profesionale gjitha këto. Unë thashë të më herë për shikuesit tanë që ke qenë imam, ke qenë ligjërues, teolog, psikoterapist, është një farë lidhje shumë e madhe apo jo? Kam punuar edhe në kuvend një kohë. Edhe një kohë ke punuar në kuvend, gjitha këto, por na jemi këtu për t'i rikthyer gjitha këto çfarë keni punuar. Sot është shumë e rëndësishme Drilon që sepse secili kemi këto sfida, batica dhe zbatica në jetë profesionale, besa familjare, shoqërore, gjitha këto na formojnë neve sot çfarë jemi apo jo. Është shumë e vërtetë. Edhe po unë mendoj që mas më rëndësi është kur njëri din me lidh arsyen, me lidh mendjen, shpirtin edhe gjitha këto, a me besu në këta, në fund krejt, unë nga njëherë me shoqëri kur diskutojmë them që kur të arrihet në qëllim, pa i bot dëm tjetrit, nuk ka rëndësi a beson në fe, a beson në shkencë, sa i lidh me Zotin apo jo, po me rëndësi që qëllimi të arrihet pa i bot dëm dikujt apo jo. Sot këtë të kam për me të bëj shumë pyetje. Thonë gazetarisë s'ka pyetje të gabuar, po unë pës, andaj ma arsyeton çka do që kemi të bëjmë me këto çfarë na sot ju kemi ftuar. Tregon pse mandej në fund në psikoterapi, por ju keni filluar si teolog, keni ligjëruar, keni qenë imam. Tregon më pak këtë pjesën, sa ju ka bën mundi mirë me fol fetarisht në fakt. Sot nuk e marr me fol si profesionist. Absolut. Po e marr me shpreh disa gjëra në mënyrë të lirshme, edhe po mundohena mos me fol shumë me kognicion, me arsyetim, po mundohena me fol me ndjenja. Këto ma kam mësuar çashtu që përmenda psikoterapia vitet e fundit. Po, është e vërtet, secili e ka atë rrugën e vet çashtu që përmenda Valentin, edhe unë kam ato rrugën time, reflektimet e mia, kalimet prej një pozitën tjetër. Nuk u konë lehtë, u konë shumë sfiduese, po gjatë kësaj rruge kam mësuar edhe shumë sene. Që thënë edhe populli, pa u pedat nuk forcohesh edhe çashtu është e vërtet. Edhe Rumi ka thonë, bash ato plagët e thella depërton drita e dillit. Edhe du të më mësu me pa gjithmonë pozitumin e jetës, atë anën e mirë, që ka mësova në prej qësaj, që ka dashti Zoti me ma dhonë një mesazh në qëtë përvojnë, qëtë sprovën, në qëtë rrugë, edhe qëto janë që na bojnë ma të fortë, qëto janë që na bojnë ma të rritun, ma të pjekun, ma gjëtdishem, ma të ndërgjetshëm, ma të fortë për mi përballu sfidat e jetës realisht sfidat janë gjonat që na mësojnë mas shumëti. Dhe bashkë ato senet, kur neve na duken që janë ma të erta, ma të dhimshme, bashkë ato plagët janë, si me thonë, ato engjëjt tonë që po dojnë me na mësu diçka. Po, është e vërtet, s'po du shumë me folë për të kalumen, sepse nuk muj me ndryshu.
Por ajo çka po dojmë me fol është për të ardhmen edhe mësimet që ne i kemi marrë prej të kalumes. Ndoshta do t'i shërben dikuj që ka lënë një rrugë ngjashme edhe pse jo. Po, është e vërtetë, unë fillim kam kryer studimet me vitet tona në Shtetet Arabe, me qëllimin që me studiu fejen, me studiu rrugën e Zotit. Babgjyshi jam Rahmet Pas ka qenë shumë besimtar, edhe familja. Edhe gjithmonë ka interesue Zoti, jeta, pse unë jam, kush më pruni, ka përshkaj, ç'a du me bën këtë botë, cili është ai ideali jam që unë du të me ndjek edhe ka du të me lënë pas. Edhe që kjo më ka quë Prishtinë, prej Istogun Prishtinë, jam marrë medreze, kam përfundu medrezen, pastaj ish mas lufte, vështirësi ekonomike, financiare, gjitha ato vështirësi kam përballu, kam shku në Shtetet Arabe, vetën, pa e ditë mirë as gjuhën, pa e njoft as vendin, kretë një edukat në ryshe, një vend tjetër, njerëz tjerë, mentalitet kretë i kundër. Sa kohë të ratë që ndrësh atje? Wallahi një 15 vjet, 4-15 vjet kam nejt në Shtetet Arabe, po atje kam kryer shkollën, po shumë mirë, se studimet më të mëdha të mia, shkolla e lartë, atje mas medrezes, fakulteti, studimet bachelor, pastaj edhe studimet master, edhe mas masterit ka ra me shku edhe kam qëndru atje. Janë vitet tona, përvoj e madhe. Përvoj e madhe, padyshim, po. Sa mirë. Një farë dallimi i madh nga jetesa atje edhe këtu është e padiskutueshme. Po shumë i madh, po shumë i madh. Fetarisht dhe në mënyrë shëndetësore, jo më stem, shkencëtore, apo qysh ta përkufizoj, sa kohë i vyn personit, njeriu që të adaptohet në një ambient tjetër. Po flasim veç për adaptimin. Mullet kjo pak. Po, adaptimi është diçka e vështirë, nuk është e lehtë. Bilem njëna për gjonave që meriton, nëse me tënë të flitet për to në seancat psikoterapeutike, është edhe ndrimi i ambientit, ose shpërngulja prej një vendi në vend tjetër. Nuk është i lehtë, është shumë i vështirë. Edhe unë jem sfidu në këtë pikë shumë, kam ndrua dhe banesa shumë, kam ndrua dhe vende shumë. Edhe në Shtetet Arabe kam qenë vende ndryshme. Nuk është fare i lehtë, po me vullnet, me këmbgulsi, me qëndrueshmëri, ja arrin tana. Edhe qysh e përmena, sendet e vështira të kalitin, të bojnë më të fortë. Edhe nuk du të më dorëzu asnjëherë. Absolut, bile, unë mendoj që të krijojnë përvojat të ndryshme të vështira, krijojnë ai që je sot, apo jo? Kam shku, kam marrë pare borç, kam shku, ndoshta nuk na kanë prit as mirë, më mend herën e parë, kur pa ta shku në Siri, aty u bën një farë bombardimi diçka, ish vakt lufte, vendet arabe ndizeshin zjarr, edhe na shkum pa viza, se s'kish ambasadë Kosova të Siris, sa të kësaj dite nuk ka. Do fëkim me shku në Beograd me marë vizën në Beograd në atë kohë. Edhe na sa ishim dalë pi lufte, po flas para sa vjete, para se me shku në Arabi, edhe kur shkum atje, na shtinë në burg të aeroportit, pse se na po dojmë hy ilegal. Na kishim dëgju që vizat i marim kufi, edhe preqen që për japim rishfet aty në policëve, aty në ushtarëve, as dishim as shka është rishfeti, as shka është ka bohat, as ish bohat një farë sulmi terrorist diçka, edhe neve në ndale në shtin në burg të aeroportit, këto për herë parë po thëmë publik, ka qenë shumë e ranë, sepse ishte edhe Ramazan, na ishim gjinushem, na menum atje që kanë në prit me lokuma dhe me trandafila, edhe na futën në burg e moj menë si sa 6 veta jemi kanë, për herë të parë po dojmë me mësu fenë. Atje kishin me dalë 2 veta me na prit, u konë diçka shumë e vështirë, edhe si sa dhe moj me na shtin me tytat të aeroplanit, me na burgut të aeroportit, të kem nejt 48 orë, në fund të kem me nshkru, s'kem dit as shka kem në nshkru, me Turkish Airlines, që nëse nuk e pagundi edhe biletën këthyse, ju ndalohet edhe fluturimi, edhe na kanë këthy dejmë Prishtinë. Pra, u konë shumë e vështirë, sa vështësi me gjithë biletën, me gjithë paret. Thash sa ishim dalë pi lufte, kur shkum atje, na shtinë në burg, na këthy mrapa, 4-5-6 dhe kanë lanë studimin e fesë, që kanë përjetue prej asaj kohë. Unë e moj men me një shok Beharin, që po e përshëndes, mbati s'kom bisedu me tha. Shumë mirë. Pastaj prap kem gjithë pare tjera në për organizatë arabe në atë kohë në përkurse kam bas, edhe nuk kem dërzu, jem shku tani në Jordan. Edhe atje na ka prit një jordanez,
kajt na e bom pi Kosovës, we're from Kosovo, ju jeni pi Kosova, jeni dalë pi luftë, na puthin ballna që e shtëpia vet, na ka kqyr, na ka si djemtë vet, edhe nuk kish pas evlad që 11 vjeta jemi martuar, s'kam evlad, lutni Zotin kur shkonin në Çabe, se na kishim shku në Çabe, në Mekën, Medinë me him provim, që Zoti më fal çik. Edhe vallahi e kena bën një lutje unë edhe Behari, pi zemrës, që Zoti më fal evlad aty na personi aty arabi, edhe sa e kam jaran, e kam në Ismet. A ka fëmija i tash sot? Edhe mas 3 vjetë më ka thirrë dhe më ka thonë unë kam një vajzë me emrin Fatime. Edhe bëj shajgare me Beharin se di kujna Zoti ja ka prandu doan, a mu, aty, a atina. Po gjithat e keni bërë. Ka qenë rrugë e gatë, ka qenë rrugë e gatë, o zëtë sa kemi hek, në për podruma, në për... kem hek keq me marrë dhe familjet tona, se për shembull gratit tona nuk kanë pas leje qëndrimi, që kem hek veç me marrë leje qëndrimi në shoqës, u do më shku të mbretja atje i Arabi Saudite në atë kohë, me marrë leje qëndrimin edhe me fut diku një kurs, se në atë kohë s'ka pas as fakultet për gjinin femnore atje në Arabi Saudite. Nuk ka qenë. Jo. Do të thotë femrat gjithë të pas sfida edhe vështirësi. Në atë kohë, qa kem hek. Kur i kujtojmë sot me shoqen tem qa kem hek, thamë o zot, po që to, po thëmë prapë të kanë bo ma të forë. Gjanat e vështira janë pak edhe ma intriguese kështu, sepse diçka që ka përfitohet më vështirë, tërheq më shumë për me bëha drejtësoj, apo jo, shumë e vërtet. Mirë, kjo pjesa shumë sfiduese dhe me siguri ki shumë qka për të folë. Drilon jam shumë e sigur, po kalojmë pak të, ju pak për shumë, të pjesa pas, kër e këthy në Kosovë, mandej ke qenë edhe imam, edhe kër e këthy, ka ndodhë kjo, apo jo, sepse ati e ke kryu studimet. Folëm, ma thua veç pak këtë periudhën e imamit, të qenit imam ligjërus, po tani nga erdhët e psikoterapia. Një lidhje shumë e mirë dhe nevojshme për në kjo. Unë i kryva studimet edhe si çdo student që e kryen një shkollë gjatë, prita me shërbi ku të vinë vendin tem, edhe erdha po pa përvojë. Unë kisha mësuar teorinë, po praktikën isha out me tana. Po. Edhe e kujtoj, aplikova në Bashkinë Islame, prita një vjet, e mora një xhamin pej, atje në 11 edhe kom shërbi aty 2 vjet e gjys, 3 gati. Kam qenë ligjërus, teolog, khatib, muallim, mësus. Dhe ishte një përvojë mirë, më kanë dashur të veni rrethina, po isha i ri edhe isha në vend tjetër. Se unë jam i Stogut me origjinë. Po në Pej kam qenë imam. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi, e din njerëzit. Nuk e prita, edhe kjo u konë diçka shumë heron, shumë sfiduese për mu. Keni pas edhe një bashkëpunim, në fakt të qenurit imam është drejt për drejt bashkëpunim me Bikun, apo jo, me Bashkinë Islame të Kosovës, sepse në Biku si institucion, për gjithë ata që na shohin dhe e di që mund të na gjykojnë apo jo, shumë gojle e fortë, sepse diçka që e kemi profesionalisht të lejume, nuk në ndarë asgjë apo jo. Shumë akuza janë ndërtuar edhe me herët në institucionin e Bikut Drilon, po jo nga një herë jo veç individuale, por gjithë përfshirëse si institucion, por me gjitha të në fundit llogari japëm për individualisht, apo jo, sepse gjithë punësojmë individualisht dhe përfaqësojmë një institucion, në këtë rast Bikun. Si dhe që tjetë, atëherë ke pas jo mendimet e njëjta, unë mendoj që sot nga masa largohesh në momentin kur nuk mendon ose nuk pretendon njëjtë si ata. Edhe për me qenë ndryshën nga të tjerët, është pjesa ma vështira, apo jo? Është e vërtet, mu tha, je devius, se besoja që feja për shembull nuk bjen ndesh me shkencën, edhe s'duhet me ra në konflikt, ti ke deviu, okej, edhe më përjashtun pi pune. Pas sa kohë, nga Biku? Pas 3 vjet shërbimi, u konë shumë e ronë. Cila ka qenë fix arsyeja që është shkruar, është thonë, pse devius? Devius, mund me thonë, se cili për çka do, po pse? Që kjo, konë që unë kom pranu për shembull në atë kohë teorinë e evolucionit, edhe kom thonë s'bjen ndesh me Kur'anin. Kom besua që parajsa duke u nis prej kësaj bote nuk është vetëm ekskluzive për musliman, po është për këtë njerëzit që bojnë vepra të mira dhe që e dojnë Zotin. Edhe kom pas thonë që këto magjit, yshtet, namatiseset, ata që frynë, ka orë koha që si me thonë, me avancu që të sene, sot
shkenca ka avancu shumë, kemi shkencën e psikiatrisë, shkencën e psikologjisë, psikoterapinë. Edhe hajde të shpjegojmë çdo sene në mënyrë pak më shkencore, pak më moderne. Nuk kam ditë nashta mi shpjegu mirë në atë kohë se kam qenë edhe pa përvojë thash. Edhe ka qenë edhe prova e fundamentalizmit, ekstremizmit islamik gjithanej, edhe unë fola kundër. Nashta s'kom ditë edhe mu gjetë, s'ka pas kush edhe me më këshillu, edhe rash në konflikt, ndodhi e që ndodhi dhe u largova pi pune. Po, u konë vallaj e vështirë, sepse njeri kur kryjnë për shembull 15 vjet, 20 vjet shkollë për me shërbim vendin e vetë. Çfarë këshillash edhe të mbyllet për shembull dera, vjen një gjendje ku të mshelet, të bëhet tërë gjithka, tash ka. E moj men, si sa sa mora, si me thonë vendimin përfundimtar që je i preashtuar pi pune dhe nuk i drejt më këthi ma. Moj men, pa ta kajt, ju luta Zotit. A mua di që thellë në shpirtin tem ka ardhur një za që ka thonë, okej, ata ta mbyllin një derë, ama tash tu hap dera Zotit, edhe fillova me kuptu Zotin, edhe ma me thellësi, edhe ma me shpirt. Që edhe nëse të mbyllet një derë, Zotit i hap dyrë tjera, dhe bashkë që kjo ka një klik për mua dhe një vetësim i ri. Edhe bashkë edhe në qëtë kohë të vështirë e kom pas edhe një problem në familje. Si shkrej që mund me pas? Kjo problem edhe këto problemet e tjera më kanë qu pastaj te psikoterapia, që sot jam në avancim edhe në specializim e sipër, që po më pëlqen shumë si drejtim i ri, kom gjetë po më duket veten mas 20 vjete, edhe unë edhe shoqja jem psikoterapi 2, edhe po studiojmë, endje kem ndjek disa trajnime, edhe në psikoterapinë trupore dhe në psikoterapinë pozitive. Kush dallimi mes truporës dhe Okej. ma trego pak pozitive? Po, psikoterapia trupore e ka themelu Wilhelm Reich. Wilhelm Reich ka qenë nxënësi i Freudit, edhe pas shumë seanca me klientat e vetë, me pacientat e vetë ka ardhur në përfundim që nuk kena nevojë shumë me bisedu për traumat tona, për stresin ton, për depresionin ton, për ankthin ton, po traumat, tensionet, ngërqet, energjia e bllokume, organi që e qunë Reichi, është në trup, sepse trupi e ruan gjithçka. Edhe me qenë se telashet tona janë të akumulume në trup, atëre, okej, po shkojmë me një ngjeshje të trupit, me një qetësim të trupit, me një grounding, me një tokëzim të qenjes tonë, të trupit tonë, po shkojmë të vetja jonë, edhe vetë trupi ka me folë. Edhe pastaj janë disa teknika, disa ndërhyrje, disa masazhe, disa ngjeshje, disa meditime, për shembull që i bojmë në atje në psikoterapinë trupore, që shkojmë deri te çikëndjesia, deri te ai driloni i brendshëm, edhe ai flet, edhe shprehet, edhe ato, si më thon, ndjesitë e shtypuna që nga fëminia na vjen koha kur hapim kutinë e Pandorës edhe dalin ato, sepse ja u kena nxonë gryken në mënyrë pavetdijshme. Mënyrë pavetdijshme sepse na kur jam kon fëmijë për shembull, na kanë thonë, mo, tita, zban, ti s'pëdin, shuj, ti s'munesh, na kanë bullizu, na kanë shandoshta, na kanë dhunu, na kanë reka herbesa. Se kemi ditë, po. Edhe na kem qenë të bresh në atë kohë, edhe si fëmijë për shembull, fëmija kur është i vogël për moshës 0 deri në moshën 6 ose 7 vjeç, ai është shumë i natyrshëm, i ndin senit i përjeton edhe i shfaq ndjenjat e veta në mënyrë të natyrshme. Por ndjenjat e tij shpesh herë, si më thon, mesi, rrethi, familja i gjykon në mënyrë të pavetdijshme, edhe ata, si më thon, ja vrojnë, ja prekun të ndjenja, ja shtypin, edhe fëmija tash e mëson, sa herën e pe shfaqi këtë ndjenjë, po ma kërsasin. Atëherë mos e shfaq këtë ndjenjë, bloko këtë ndjenjë që të një armatur, që të një mekanizëm mbrojtës, edhe shkon në arsytim. Tani folin shumë të mundu me arsytu gjanat që kanë mi shprej me zemër dhe me ndjenja. Prandaj, si më thon, personaliteti jonë shpesher është i betonum me armatura, të cilat neve na kanë ngursu dhe na kanë shtim rana një pjesë që na dënë medalje dhe me morë frim. E që kjo pjesa jonë e ndjenjave, emocioneve, e ndjesive, e shtypun pra, psikoterapia trupore për na mëson që me shku të qajo pjesë, me ledhatu, me mbështet, me përkra, edhe me qitë në pa, edhe me ngjesh pak energjinë e bllokume, edhe me lirua qëto tensionet që i kemë trup. Momenti që kuptojmë që kjo është thjesht një energji,
një tension edhe e lirojmë edhe kuptojmë as pari me ndjesi, pra ndim. Jo me kuptu sa ai driloni mrena nuk kupton shumë me ndjesi. Ndjenja nuk është e arsyeshme, po mendoj nuk është ai driloni mrena ka që veç me dëgju edhe me ndi, nuk merr vesh shumë me logjik. Pra badihati e kupton logjikisht, pa e ndjenjen s'mundesh me liru. Prandaj në psikoterapi trupore po mësojmë me ndi veten tonë edhe me shfaqet anë mirë të natyrshme edhe mirë profesionale, mirë të shëndetshme që mos me shtyp ma shumë edhe mos me rrit ma shumë, po me shëru edhe me mbështet. Po. Shumë po më intereson me ditë edhe po ndëgjoj shumë edhe mendje. Dhe sa psikoterapia pozitive është e ka themeluar Nusret Pashkiani, ka qenë iranian, i dalën në Evropë, specialist i fushës, edhe është ma shumë, thash me pa pozitivitetin edhe pozitumin e jetës, është ma shumë, është një metodë tjetër, një qasje tjetër, një balans trupore. Me mendjen, a është ma shumë fizike, apo është mendore? Ma shumë mendore, ma shumë me fjalë, ma shumë me tregime, dërsa psikoterapia trupore me njëherë direkt të trupit, të ndjenja, të ndjesit. Çfarë kombinime, çfarë zinxhir në fakt, apo realisht është e vërtet që na e kombinojmë edhe bëjmë një, si më thon, terapi holistike, integrative, që i morim teknikat e kësaj psikoterapie me këtë traditë psikoterapie dhe kombinojna dhe diçka shumë e bukur. Sa e komplikuar Drilon. Sa po fol, është shumë interesant në psikoterapi, në seanca, gjitha këto është e pa e mundshme, për shembull, intervistuesi në këtë rast. Ai që interviston, ju jeni intervistuesi, unë intervistuesi, ju e intervistuare në fakt. Po është shumë e pamundshme pa hyrë në botën çka ju tregoni. Derisa po tregon çysh çka tek, unë 2-3 herë mundova me gjetë Valentinën brenda, atëherë tash dhe çysh kemi rrugtu si fëmijë edhe si gjenerata dhe si gjitha këto. A është traum apo problem shumë i madh nëse nuk mbrin që ato të shtypërat që i përmendëm më herët, që dikush ka thonë mos bë këto, mos prek ato, mos e trej ky, mos ai, agji, gjithë e kemi pas dikon tjetër si pushtues, mos e prek këto se e thirim ato, edhe do të thonë, a mundet njeri me funksionuar lirshëm në jetë, në moshë të rritur, nëse nuk mbrin me e njoft çat personalitetin më herët që ka pas, ose të metat, ose problemet, ose shtypjet maksit që ka pas. E qartë, shumë pyetje interesante. Vish pata me shtu para se me dalë të shikja, që feja për shembull edhe psikoterapia kanë shumë sende të përbashkëta. Mu psikoterapia më ka pru me kam tokë edhe më ka mundësu me kuptu edhe fenë edhe thellësinë e fejes edhe më mirë. Feja që na mësuna me dëgju, feja tradicionale shpesh kërkon bindje, ndërsa psikoterapia kërkon vetdije, kërkon kuptim, kërkon thellësi. Kur bashkohen që të dyja, po, krijojnë shpëtim. Cila është më e vështirë me u praktiku, me u pranu, me u bind? Cila është? Ma e vështirë është feja, sepse feja kërkon bindje, nëse s'bindesh, Zoti ka me dënu realisht, edhe po na friksojnë hoxhellarët, unë kam qenë pja tyne. Du të mju tut Zotit. Pse du të mju tut Zotit? Du të me dash Zotin. Zoti neve nuk na ka kriju neve me na dënu, po na ka kriju me na dasht, me na dhënë mundësinë mu zhvillu, me u bë ma të vetëdijshëm, mu ndërgjegjësu. Feja është ndërgjegjësim. Ja, du të mju tut Zotit, du të mju friksu Zotit, na kanë shtil merën. Le që jem tut në fëmijë, tash edhe kur jem rrit, feja na ka përforcu qatë traumën dhe më tepër. Që veç me tut arrijen gjana. Nuk duhet ashtu. Feja nëse keq kuptohet, neurozat edhe psikozat i rrit edhe mundet me shku deri te Zoti na ruaj deri te një çrregullim. Prandaj duhet me pas kujdes ata të cilët flasin emën të fesë dhe shpjegojnë fenë, me ditë çka po prekun, ku po lindojnë edhe apo bojnë më mirë, a mos po bojnë diçka më keq. Është shumë e rëndësishme që ke pikë. Sa është e vështirë ose e lehtë? Për shembull, një klient, hajde që pëzojmë unë në këtë rast, i përkas, mbase unë i përkas fesë muslimane, por po e zonë që jam fe krejt tjetër, katolike, ortodokse, që nuk ka të bëj me muslimanizëm, edhe po vi si kliente të ju në psikoterapi. Cili është dallimi që e praktikon, ose sa ta ndihmon, ose ta vështirëson punën, Drilon, nëse unë vi dhe kam një problem, shumë probleme dhe nuk po e gjej veten aty mbase ku po mendoj që jam. Edhe besoj krijnë diçka tjetër, jo në islamizëm, jo në muslimanizëm, çfarë e parashe feja islame. Cila praktika që mundesh të bëj me ta? Asnjë dallim.
Sepse psikoterapia, pa edhe realisht edhe esenca e fesë është që na me shikua shpirtin e njeriut që po vjen edhe po përballesh ti me ta. Nuk ka rëndësi feja që ti e praktikon, besimi që ti e ndjek, ose konceptet e tua filozofike në jetë që ti i ki. Nëse ty po të bojnë sens edhe po të bojnë mirë, vazhdo të ndjekësh ato. Nuk është detyra jemja me të kallëzu çka duhet me besu ti edhe çka duhet mos me besu. Sepse na në psikoterapi nuk imponojmë gjana, nuk japim fetva, nuk japim as këshilla. Unë nuk jam këtu me të kallëzu ty çka duhet ty në jetë. Ti vetë ki me gjetë, me një reflektim që ti ki me ba, me një mbështetje që ki me marë, me një vëdësim që ki me arrit, ti vetë ki me gjetë përgjigjen edhe boshtin e problematikës që te e qujte. Pra nuk është të jamje me gjyku asnjëherë, absolutisht. Kam ndalu me profesionalisht, moralisht, edhe fetarisht me gjyku njerëzit. Me bë dallimet e tij. Jo, sepse ato dallime nuk realisht na kur bëjmë dallime, edhe kur ne pranojmë se me thonë tjerët, na nuk e pranojmë një pjesë të vetes tonë. Sepse ajo që është jashtë është një pasqyrim i asaj që është mbrana. Masane kushta ty që këto mendimet e tua, kjo e vërteta jote, është ma e mirë se sa e vërteta e tjetrit. Se me thonë, e tjetri, edhe ai ka bo një rrugë, edhe ai ka një reflektim, edhe ai ka një gjurmim, edhe ai ka një studim, edhe ai ka dëndjesi, ai ka dëndjenja për ta, kjo është e vërteta. Për ty, është një e vërtet tjetër. Po. Okej, na mujmë nda të vërtetat, po pse duhet me imponu tjetrin? Unë jam kundër imponimit. Kohë me parë, para se më njoft këto studimet që po këto studime, edhe unë kam qenë imponus. Pse çashto i rrit, çashto i eduku, çashto edhe na ka mësu. Kjo është e vërteta edhe u kry. Po tash masane na thëshin jo Zoti e din më mirë, Zoti e din të vërtetën absolute, nëse kam të vërtetën absolute. Nëse unë jam një person, një bubrec, po them atje në univers. Çka din bubreci, çka ka në univers? Ai bubreci mundet me ditë, në universi ti është ajo pema që po ngjitet. Po tash çka më bë? Sokrati po thotë unë e di që s'di kur gjë. Edhe në psikoterapi, domethënë bashkë atëherë kur na themi e kemi një postulat, bashkë atëherë kur të mendon që e ke gjetë psen, bashkë atëherë kemi kuptu që nuk ka konë qashtu. Edhe pseja nuk ka përgjigje të na. Se është një lodhje e trunit, edhe është një ankth shtes nëse na për gjithë shka mundohem me gjetë psen. Unë s'po jam kunaj tash mos e merë që Driloni është këti kontra tash edhe po folë që për ndjesit, po folë që për ndjenjat, emocionet, e kalon mendjen, e kalon arsëtimin. Jo, edhe ajo ka vendin e vetë, po në fundit, edhe në filozofia t'je pyetja pse, edhe pse është kur pa përgjigje, gjithmonë të shtën me reflektu edhe me zbulu diçka ma tre, ma sa herë të shkojsh të një cak, të një përfundim. Por se ajo loja me game, me siguri, ato lojat qenë me ato po zbulon që është ide tjetër që ti duhet me zbulu edhe duhet me shku edhe zbulon që e vërteta. A shkojnë tu rrit ato levelet, ma i vështirë që janë sikur në loja televizive apo jo? Apo shkon tu letu? A varet në çfarë faze dhe çfarë është atë një fjalë e profetit Muhammed që po thotë mes njeriut edhe Zotit janë 72.000 perde. Edhe sa herë të zbulon një perde, hesh një perde, del perde tjetër. Okej, ti afrosh afër Zotit, po kur nuk është që me thonë e gjeta. Gjithmonë Zoti po don me të ngrej, edhe po don me të shty në një vedije më të lartë, në një shkallë më të thellë. Dhe ç'është është krejt. Po sfidohesh realisht, po sfidohesh apo jo. Kjo është bukuria, kjo është mrekullia e jetës. Po. Çdo herë diçka e re edhe ma sfiduese, ma thojza problematike. Drilon, ma herët e diskutuam çështjen e je lut te Zoti kur na nuk e kemi ose nuk na shkon diçka ashtu siç e kemi planifikuar, lutemi edhe kërkojmë ndihmë te Zoti. Dhe the që edhe kjo shumë herë përmendet nga shumë njerëz të tjerë, realisht unë edhe në bazë atyre parimeve dhe nisna, edhe nisim mëngjesin kur kemi diçka sfiduese, për shembull, e mendojmë që një derë është mbyll, po tjetra është hap, fetarisht. Dhe kështu mendojmë, do të thotë kur besojmë diçka në fuqinë e Zotit që është dikon që diçka na ndihmon. A është edhe në praktikën e psikoterapisë që veç pak kur të mbyllet një derë, veç pak thu se u hap tjetra. A është kjo edhe në aspektin e psikoterapisë? Është vërtet, njeri është një qenie shumë komplekse, është sikur janë ndërtesa që i ka 900 kate.
Edhe tani na nga njëherë na bjen vetdia, edhe bim në një kat më poshtë. Ose shkojmë atje te hija e jon, ose atje te katet e përdhes, te icebergu jon, edhe shohim diçka që s'na pëlqen. Ose na ndodh diçka në jetë që na e prek çatë ngjarjen, çatë traumën e fëminisë, edhe shkojmë atje te fëminia dhe bëhet mund errësirë. Por e mira e bukura është që kjo errësirë, pra momenti që ti shkove atje te katet e tua të poshtme, të nëndeshme, është mirë që ti po shen diçka dhe tash ti është rasti mu vedisu çka ka atje. Okej, e more vesh që ka një traumë, ose ka një ndjesi, ose ka një përjetim që ti të ka lëndu, e kuptove, po pastaj hade se ti në disa kate tjera mos rreq aty. Edhe po qysh me shku, kjo është proces, dën elaborime, dën punë me veten, ne duhet mja vetit, kose na dojmë sene që janë akumulu atje nështë 30 vite, 20 vite, dojmë zgjedh për 4 minuta. Nuk bëhat aty, nuk shkan, duhet mi dhon vetit ko. Duhet me marr pak frim, mja vetit ko, edhe e bukura është që po, më këthit e Zotit gjithmonë në animan. Më këthit e Zotit, po me lutë Zotin, më këthit e vetja jote, të shpirti jetë, me pa driten, me pa vlerat e tua, me pa virtytet e tua, me pa mundësit e tua, kapacitetet e tua, sepse, ka ndodhë disa gjana në jetë, po ti ki shumë virtyte, kapacitete, vlera që përmes tyne ti mundesh me ecë përpara. Se cili njeri i ka ato, veç du të mi gjithë. Na i harrojmë momenti kur na ndodh ajo plaga ose na ndodh ajo sprova, na arsohet njëherë. Po kjo errësirë është që na me pa driten aty. Në momenti kur kthehem te vetja edhe shohim, wow, atje pas ka një dritë. E mora mësimin edhe e kuptova dritën edhe me ecë përpara, s'ka. Kjo është realiteti, s'ki që ka bënë. Drylan desha më të pyet te ideja se sa funksionon për shembull besimi. Ndonjëherë për dikon na mundemi mos me u duk normal kur besojmë diçka. Shembull pe marr kemi shku në shumë mjek, kemi kry gastrografi, kolonoskopi, ingjizimet që kemi pasur probleme me shëndet, por dikush nga shumë larg ka thonë që një kroj, burimi një ujit në një mal, po i shëron ku për diu, në abdomenin, ose sytë, ose probleme shëndetësore, dhe personat fillojnë dhe shkojnë e konsumojnë që ta ujë që del nga bjeshkët, edhe thotë jo më shëru. Qysh ma determinon këtë besimin në psikoterapi, saj për këtë mendjes, edhe këtë tjetëra e besimit në një diçka që mendon që po vjen nga natyra, nga Zoti. Si psikoterapist po të pyes tash, po edhe si person që ke legjiru, si imam, atëherë që ke qenë, kur bashkë gëshëtohen këto dyja, sa mund me qenë funksionale, ose a e arsyeton personin që fillon me praktiku një gjatë të tillë? Po, lindja ka për shembull egon, perëndimi e ka selfin, e bukura është që njeri është mes, edhe ka herë do të me bo një balans mes idit edhe super egos. Po du me thonë që po njerëzit kur kanë halle, Valentin shkojnë gjithkon, edhe halle qënë te dera e gjithë kujt, po unë e thash teolog kam qenë, po kur kam pas ato hallet e mia vetë kam shku te psikoterapeuti edhe fal seanca për shembull vetë që i komojt para po flas para 8-10 viteve, mu më kanë shtymë me reflektu, unë e teolog pas kanë qenë, po që të sene si kom ditë edhe kanë qatë shumë profesionale, qatë shumë të thella, qatë shumë më kanë prekte vetdia jam edhe më kanë ndriçu edhe më kanë iluminu sa që wow, u kanë një vetëdisim. Prandaj duhet me pas shumë kujdes. Unë edhe kur kam qenë hoqë, kam pas raste që kanë ardhur më këshillu te one. Ju mundu me kanë transparente, me ofru këshillat më të mira që i kom ditë, po ndoshta nuk kam qenë, si me thonë, profesionist i fushës, dhe kam thonë, po du me hi që sa i lami edhe me studiu, edhe më bo specialist i sa i fushës, sepse na po këshillojmë pa kur far personalizmi, pa kur far rregulle, pa kur far protokolli, pa kur far konvente. Edhe përderisa bota ka evolu, sot në Evropë, për shembull, ki psikolog, shkolla ka psikologun, policia, ushtria ka terapistin,
Çdo familje ka psikologun e vet, edhe nuk është marrë me kërku ndihmë aty ku duhet, edhe aty ku shkenca ka zbulime serioze për problemet që na ballafaqohen me to. E qysh me ditë personi që ndihmën jetë e kërku aty adekuat, do të thonë, qysh me ditë që ai person që ti po kërkon ndihmën që aty ku po duhet, sepse shpesh herë i devijojmë rrugët edhe orientimet se ku duhet çka me kërku ndihmë. Po, këto zakonisht to ndihmat që neve na japin nëpër rrugën thjesht si fasha që ja qesim në plagës. Ose nëpër internet që gjithkush del jap shkrime mbi shkrime. Këto janë thjesht fasha kohë shkurtra, që e mbulon. Afat shkurtra që e mbulon thjesht plagën, po nuk e kuron, nuk e trajton. Edhe janë thjesht placebo. Placebo është ajo metoda placebo, domthonë përmes suggestionit gojor, më ja thon do fjalë të mira dhe më ja borrafsh, po apet trauma është çatish. Edhe ka mundësi është edhe më e madhe. Prandaj duhet me pas shumë kujdes, në këto gjëra. Edhe me shku aty ku është profesionisti, aty ku është ku po shkojnë njerëzit e meqëm sot që është psikoterapia, psikologjia, po edhe psikiatria. Kom bërë disa pyetje me filozofë që kom pas në studio, po adekuat personin të një psikoterapist në kom pas mundësi me bas një pyetje për shikuesit tonë. A ma shpjegon çka është trauma? Trauma është që ajo thash gjurma që kalon një ngjarje ma heret në jetën tonë dhe që është shtrujt në trup edhe ndjenja. Në mënyrë të pavetdijshme është shtrujt, për shembull, ka ndodhur një ndeshje, në komunikacion ti ke qenë fëmijë, u boni zhurmë, u boni tronditje. Okej, ndeshja ka kalu, po ka me gjurma e kësaj ndeshje në qenien tënde. Edhe tash ti ka mundësi mas disa viteve ti kur futesh në vetur ose futesh në kerr e një farë lëviz diçka, dalin njerëz, kuqitesh diçka, dridhet trupi edhe s'din çfarë ka ndodhur me ty, se kupton. Edhe njerëzit kur nuk e kuptojnë traumën, edhe nuk e kuptojnë çysh krijohet ajo dhe çysh cilat janë simptomat e saj, mendojnë që më pas ka hi dreqi, më pas ka hi ndaj farë gjini, ndaj farë shejtani, ndaj farë djalli, edhe shkojnë me fry, me pshty, me hajmeli, me ujë, me gjana tjera dhe po, ai që e ka qëtë drejtim, thot po të kanë hitu në trup gjent edhe mundohet mja hek. Po s'është gjini në fjallë, është në pyetje një energji që është bloku edhe një traumë që po lëviz. Jo, të ka hi shejtani, po ku pedenti, apave? Sot në për spitalet, ose në për klinikat, ose në për qendrat e psikoterapisë, kjo është një energji që është bloku, nuk ka asë një gjin, nuk ka asë një shejtan. Atje që po të shkakton të lashe. Shif tash, nuk po du me mohuën as besimin e tjerëve, thjesht kjo është menimi jam, unë e respektoj dhe menimin tjetër, se ka drejt njeri me besu për shembull që, okej, një energji, unë e kam parasysh që këto mendimet e magjisë sot po mundohen më shpjegua edhe në forma moderne, edhe pse nuk ka për to zbulime shkencore që i dokumentojnë, mundohen me shpjegua jo me energji, jo me bioenergji etc. Po unë po du me mu thirrë ka gjanat që janë zbulume që ato janë më të sigurta, që ato që i ka zbulu shkencat që ato janë më të sigurta. Ato të cilat janë fol në kalumen, që janë sehire, që janë prekje, yshtje, sot po shpjegohen shumica dërmuese e tyre po shpjegohen në mënyrë shkencore. Pra, sa japim shpjegime qiellore ose supersticione ose shpjegime të mrekullueshme, hajde ti shpjegojmë në mënyrë shkencore se po ka mundësi. Sot shejtanin tënë që ti po thon, ti ka hi shejtani si ka hi gjini, ai specialisti e shnosh me një seancë, me një ngjeshje, me një terapi, me një teknikë të frymëmarrjes, e qetëson edhe rehabiliton klientin, ti po i thon ka hi gjini, ka hi shejtani, nuk po m'pëlqejnë sumut, nuk po bëjnë sens, vetë jam teolog, vetë unë edhe kumbarokje një kod gjatë ju marr me këto sene, vetë njerëzve kumbarokje në xhami, ju kum këtu Kur'an. Amo gjithmonë kam qenë skeptik edhe kur jam përballë me shkencën, me dhëna shkencore, më ka rrit që kjo, si më thon, ide dhe e kam avancu, edhe jam të avancu. Ndoshta do ta shkruaj edhe një libër në të ardhmen për këtë çështje. Do dalim më vonë të ky libri që ke shkruar me shumë informacione brenda dhe që të ka marrë me siguri shumë angazhim. Desha më ta bëj një pyetje po e harrova, edhe unë në kuadër të kësaj mron mend që tash. Nuk ka përgjigje për gjithçka. Po jo. Po pyetja unë do të më pas sepse për këtë dhe jam këtu. Në një psikoterapistit, sa i
i thith energji një klient kërë ka përballë dhe në dite ose brenda 24 ore. Deri në sa klienta mundet me i trajtu në mënyrë shumë serioze, me i trajtu problemet, brengat që ta i kanë. Keni të kufizuar me një nuk po du më thirë halasi psikoterapisti diplomum se nuk jam. Jam në trajnime në drejtim, por nuk jam i diplomum. Janë trajnerat tonë që janë matë aftë se sa une, që po shfrytëzoj rastin mi përshëndet gjithë edhe për ty në kom përfitu shumë edhe jashtëzakonisht shumë. Thash njeri nuk shërohet veç tu i dit ma shumë, po thjesht shërohet tu i ndi ma thellë. Qëto, krejt psikoterapia, pra terapia për psikikën tonë është që na me ndi thjesht që të anë edhe me dhonë vesh me dëgjua. Kjo është, të më thonë, unë po eftoj qashtu që vetën e kom dëgju, po eftoj krejt ata që përna dëgjojnë, hade ta dëgjojnë vetën tonë, ta dëgjojnë brendësin tonë, ta këshyrim a i driloni mërën atje qka ka, diçka ka ngecë. Hade ta morim bashk edhe ta rrisim atë drilonin e vogël që po lëngon diçka. Duhet me pas shumë kujdes që edhe me dëgju edhe ato, ai nuk kupton me logjik. Pra po thëmë, duhet me shku të ajo, me rrit drilonin, me përqafu drilonin, me dash drilonin e vogël, edhe me thonë tash je rrit edhe hajde bashkë të shkojmë edhe të vazhdojmë jetën. Sepse shpesher një pjesë e jona ka mbet që atje, është një gerç. Për të që përbisedojmë, Drilon, unë është shumë qenësore edhe shumë aktuale, shumë problematike në aspektin, sepse pa dashur me i përmend këto përfundimet e njerëzve që po përfundojnë me vetë dëshirë, me fatalitet, edhe me siguri pa ardhur deri pa ju grumbullu do shumë gjëra, nuk e arsyetoj asnjëherë një veprim të tillë, po unë besoj që kom një edhe disa të moshuar, disa pleq të thonë që njeri pa lujt me mendje nuk e bën atë veprim. Por unë e shoh edhe si shoqëri, edhe si gazetar, edhe si nanë, edhe si kolege, si bie dikujt e çka do qoftë, e shoh që jemi në një proces, në një moment që jemi në gjendje për shembull më shumë me kontribu financa pare, se si dukemi nga jashtë, se sa me shku disa orë, javë të tëra, me shku me trajtu gjendjen mendore. Dhe kur them gjendjen mendore, sepse unë mendoj që çdo veprim sot vjen nga mendja, pak vjen nga emocioni, po kjo nëse ndërlidhet që thatë më herët kemi pas shumë problem. Dhe jo rastisht sot e kemi diskutu këtë temë edhe jemi të folë për gjykimet, kush nga ne i bën dikuj tjetër, edhe që unë mendoj që edhe me fejs lame nga ato që kam lexu nuk lejohet me gjyku tjetrën, ose me tregu se çu duket edhe gjitha këto. Edhe psikoterapia me siguri po e shpjegon se kur kush s'jemi na me tregu se kush je ti ose kush je ai. Ne do të më mundu me kuptu çka ka shty filani nëse fistekon me bën çet veprim. Unë ka për shembull se sa të kujtoj një grua dhe më tha Drilon, tha më shkoj jeta, tha u shkatrova, kam qenë dashnore. Kam qenë manipulume, kam qenë e shfrytzume. Unë ja bona thash ti nuk ke qenë e shfrytzume. Ti thjesht ki vlerë edhe krejt që kjo ta ka dhënë një mësim. Ti ke përjetu gjana, merre mësimin edhe hajde ku përdojnë me shku tash e tutje. Pra, një person tjetër, si sa më kujtohet, tha, ka vdek nana, tha edhe unë gjithmonë i kom thonë vetë ti i fort mos kaj. Tha mo kur nuk i më shliru. Edhe kur i thash edhe heshtja jote, thash është lët. Edhe burri i thash edhe pse është burr, thash nuk është marrë me kajt, ja plasi vajt. Përjetoj një katarsisht, një shlirim. Edhe unë i va mirë se një pyetje ose një klik i vogël, dikush po qetësohet, po shlirohet. Pra, që kjo rrugë mu më ka mësu që Zoti nuk flet gjithmonë përmes libra, flet edhe përmes lotit. Edhe nuk ka shërim pa e ndi. Nuk ka shlirim pa e ndi. Hadi ti ndim, pra anët tona dhe ti jem okej me qëtë anën tonë, pra ta pranojmë veten me krejt ato të mirat edhe në thojzat këqia që i kemë. A dalim pak të librin? Po dalim. Ti një libër goxha kështu voluminöz në aspektin quhet me titullin Unë po du me ta bëj dhuratë ty në fund të emisionit edhe po du me ta dediku. Po janë studimet e mia, janë vëllëmtimet e mia 10 vjeçare. Është një udhtim mes filozofisë, mes shkencës, mes gnosës dhe teologjisë. E kom qujt një piktakim i oqeaneve, librin e kam botu para
para 2 vjetën vërtet, janë studimet e mia. Ku mund ta gjejnë lexuesit të interesuar? Tash është panajiri edhe një javë 2, edhe besoj që në panajir kanë me pa. Kam bashku shumë temat ndryshme, kam fol shumë gjëra interesante për ata që interesohen më shumë për filozofinë, për teologjinë, për rrugën sufiste, misticizmin. Kanë mund me gjithë veten disa vene të librit. Se di është një udhtim. A është dalë në Tiranë, në vende të tjera, në vende të tjera? Jo, fatkesisht nuk kam shku me shpërnda shumë, kam pas ma shumë mënyrë, veç një librari është ide që tash, edhe në qendër ka qenë të një kiosk aty, vjet ka morë pjesë në panajer, dhe si vjet ka me marë në panajer, ta këshyri, më është një libër i mirë. Çka do të thotë titulli? Titulli është një pikë takim i oqeaneve. Që i bjen? Para më ndër një pikë takim i oqeaneve, sa është i madh oqeani e ti? Po, janë 5, jo më mi lidh 5 oqeanet e botës, që është në rrafshin tem është filozofia, është një oqean, shkenca, teologjia, teozofia dhe gnosa. Amo kjo është vish një pikë, edhe pika ku takohen këto oqeane, amo kjo është vish një pikë. Një pikë takim, pra kjo pika jame, nuk do të thotë që s'takohen dikun tjetër. Takohen dikun tjetër, por kjo është pika që shumë e kom pas rruga, që unë i kom ra, edhe kom kalu që kënej, janë disa studime të mia, disa hullumtime të mia, disa shpjegime, interpretime të mia, edhe për Kur'anin, edhe për shkencën, edhe për filozofinë islame dhe perëndimore lindore. Më nuk mi lidh disa dete, disa qane me një lidhje mendore, logjike. Po më pëlqen, unë më përpara, edhe tash e kam në fakt, nuk e di pse si, nuk kisha me qujtë Dembeli, në base drilon, po kretë librat kër i pajsha që janë kështë ma pak ma shkurta, i masha ma me qef me lecu. Se në bast, po mi vetrosha, po të premtoj që di që mësoj shumë nga kjo, sepse në gjatë bisedës për isha që kemi shumë nevoj. Ndashta kom gabu që e kom rritë shumë, librat e tjera kam nërmen mi shkurtu, që njerëzit po tutën për i volume dhe të një baha. Prej gjonave që shirën më të mëdoja, edhe në realisht libri ka qenë shumë maj madhë, po e kom zuglu edhe s'kom mujt me zuglu, se më dhim shumë i hek temat e mira që i ka pas. Nuk kom mujt me, nuk e di, nuk bëjke me shkurtu që të librës, se di, ndashta kom... Shumë mirë, jo mëre, jo e dini më së mirë në këtë aspekt. A është botimi i fundit? Po. Por a ki pasur edhe botimet e tjera, ose a ki në plan që të kesh botimet e tjera? Do të ketë botimet tjera, jo, në vërtet në fakt është vetëm botim i parë, po menoj me bë edhe një botim dytë, dhe librin e kanë marrë disa doktora shkencës edhe dojnë me ma dhonë një vlerësim, edhe botimi dytë do të botohet edhe me vlerësimet e tyne, inshallah. A ma të regon edhe një pyetje kështë po dalë, ka të bëjë edhe me fenë, edhe ma shumë me psikoterapinë. Ndisha. Drilon halin më të madhë, si shoqëri, kur po them kështë po marrë kompetenca shumë, po të pa ku jemi dhe çka jemi. Na thonë, për me kuptu tjetër mas mirë nisu nga familja, edhe shef se ku jemi në kojshi që ka, ashtu është. Sa të ndikon, ose sa nuk të lenë me i zjedh problemet, ideja ose mendimi që mos më këpëtu me mendu ndryshe nga i tjetri dhe qka nëse më perceptona kështu sepse ai tjetri nuk mendon kështu. Këto e ke përjetu në praktik, sepse momentin kër ke jep mendime tjera në bik, atëherë je suspendu nga puna, pse ti po mendon ndryshe nga kjo. Ti bile mas mirë edhin qka është me mendu ndryshe nga turma, kur them turm, dyqysh perceptohet një farë havi njerëzve që të përfshim, po momentin kur del nga 10 veta ndryshe ti shihesh ose gjikohesh, ose edhe suspendohesh, edhe tërhiqesh. Çfarë do të më bëj sot që na me marr vendime edhe me shku drejt rrugës ku na menojmë që çaja është e jona. Edhe mes me u ndiku, pse të tjerë thonë pse ti kështu ose ti kështu. Kjo ka të bëjë me problemin e identitetit edhe me vetvlerësimin edhe vetbesimin e ulët që na kemi. Edhe nuk besojmë veten tonë, nuk besojmë vlerat tona. Nuk i njohim ato. Ajo që neve na mësën që me ndërtu që identitetin tonë të fort, është me njohë mas pari veten. Mu thellu të vetja jonë edhe fillon prej vetës. Prandaj ajo fjala e shajt që unë gjithmonë e përmeni shpesh është kush e njeh veten e ka njoft edhe Zotin. Fillon prej vetës, prej brendësisë tonë. Se që ma kujtova edhe tregimin e Nasradinit, unë po du me përmen, nëse më lejohet. Pa tjetër. Edhe Nasradini neve shumë sene na e kam su mënyrë shumë të thellë realisht,
thuhet ka qenë hoxh, thuhet ka qenë she, dikon atje Po, varet që kanë. në vendet e Turqisë atë e Irakut. Ka qenë i përndritën, edhe thot është nis me djalin e vet me gomar, me shku në pazar. Edhe rrugës e kanë kap për kërpeshi, gomarin edhe po shkojnë një grup njerëzve po i përqeshin. E kanë marrë një gomar në vend se me hip njëri pi tyne. Edhe i thot Nasradini djalit, hipi djali jam ti, gomarit edhe ka baba kërpeshin edhe ecin. Po tashti dëshirat e njerëzve nuk kanë ndalën, edhe një grup tjetër i thonë që çfarë budallë Nasradini, në vend se me hip ky vet gomarit, e ka hip djalin, djali vet është më i fortë se ky plaku. Ja prish shqetësinë, dhe i thot djali zhdrepte edhe hip baba. Djali për kërpeshin një grup tjetër prapë gjykojnë edhe e shajnë. Në vend se baba që është i fortë dhe i fuqishëm me e kap për kërpeshi e ka hip djalin. Pastaj i kapin e hip dytë. Edhe Nasradini, edhe djalit dytë i hipin gomarit. Po. Një grup tjetër pastaj thonë që dy gomar i kanë hip një kafshë shkretë shkokortu. Po, do thotë çysh do të qoftë kanë me gjetë. Çka me bë, edhe në fund opsioni i fundit që ju ka me tash me kap magarin në shtëpinë. Edhe thot djalit vet kape biro gomarin për kamve të para, edhe kanë hip në shtëpinë edhe po shkojnë me dispazari krejt njerëzit hi Nasradini u bë budallë ka hip gomarin në shtëpinë. Edhe kish pas lënë fjalë Nasradini edhe thot vallahi thot burra thot është e vërtetë që nëse ju dëgjoj juve unë kam me marrë gomarin në shtëpinë. Djalë thot hiqe gomarin fillat që kem përpara se fjalët e hallkut nuk nalen kurrë. Ky gomarin në shtëpinë kanë qenë fjalët e hallkut. A shiqare, po. Realisht fjalët e hallkut janë gomar që na e bëjmë për sronin shtëpinë, ja çka tha filani, ja çka çysh po më the fistekja, mu që tash çysh po më shën publiku, mos po flas diçka hashamet, mos po flas në mohalife, po edhe wow, çysh po më don me mëshirë. Ai edhe gjithmonë vujm sepse mi plotësua dëshirat e tjerëve, e kurr dëshirën tonë s'pe ja plotësojmë vetit. Prandaj hajde të kthejmë te vetja, hajde të kthejmë te ndjenjat e tona, të jemi kompakt konform me veten tonë, pak rëndësi ka çysh na shohin. Sepse kurr ti s'mundesh me përmbush dëshirat e tjerëve. Nëse nuk e përmbush jemi edhe të obliguar. Po, as nuk jemi të obliguar, asnjëherë, absolutisht. Me që jemi në festë Drilën dhe sot është dita e dytë, vjen kështu e Kurban Bajramit, unë di që më herët shumë besimtarë kanë prej kurbane, kanë marrë, kanë harxhu parë, kanë besu në këto në kurban. Disa ka pas mendime që mos harxho parë sepse një kurban ose prerjet kurbanit mundesh me bëj gjatë gjithë vitit dhe gjitha këto ide. Shumë shkurt tregom se nuk po duam të marr kohën në këtë aspekt si fetar në këtë rast, prerja e kurbanit një çka do qoftë, dikujt që ja dedikon. Sa është e nevojshme dhe sa krym punë shpirtërisht tek ata të cilët ja dedikojnë, kjo ndahet në pjesë. Një pjesë e mban, më të voglën e mban për veten e familje apo jo. A duhet me bëj çfarë? Është një traditë fetare, therrja e kurbanit që nga koha e Ibrahimit alayhis salam. Dhe po bëhat në Bajram. Me qëra fjalla në po shfrytëzoj rastin ja uroj gjithë besimtarëve dhe gjithë njerëzimit festën e Bajramit, sepse nuk është vetëm festë e muslimanëve, po festë e njerëzimit. Është një festë që kurorëzohet haxhi edhe vizita e shtëpisë shrejt atje në Çabe, po gjithmonë në aspektin e islamit ezoterik, filozofisë islame kam qef që të sani mi kuptu ka pak edhe shpirtërisht. Për shembull unë kam thënë atje që Çabia çashtu që është jashtë është edhe mbrana. Guri i zi është atje, që duhet më shkuti me përshëndet, po një gur mundet me kanë edhe zemra jote, është e bardha, është e zezë. Kurbani, është therrja e kurbanit, po kurban do të thonë sakrificë. Sakrifica më e madhe që na muj me ja dorëzue Perëndis është shpirti i pastërt. Hajde ta bëjmë kurban se më thon atë egon ton, ato vestet e tona, ato dhimbjet tona, ato telashet tona, ti bëjmë kurban edhe të çlirohemi pytyne edhe ti dalim Zotit faqebardh. Pra, kurbani nuk e ka vetëm kuptimin e mishit dhe sakrificës fizike, po ka edhe kuptimin e sakrificës shpirtënore, pra me bë kurban të qenjen tane për hir të idealit të Zotit, shpirtit, rrugës shrejt për ndritjes. Edhe kjo është një kurban. Bilem kjo kurban më i rënd, më i vështirë, me e therr ato tmetat edhe veset e tua, me mujt një ves është ma kurban shumë më i madh te Zoti se sa me e therr një kafsh. Kjo është kurban më i madh. Bile në Kur'an me decidiv
nëse kisha guxuar me thonë në mënyrë shumë të thellë, nuk përmendet kafsh në Kur'an, kurbani. Përmendet një kurban sakrificë, pas përmendet thirrja e kafshës. Do thotë dashin në Kur'an nuk ekziston. Unë sfidoj dikon që nëse ma gjon dashin. Aty thot një sakrificë e madhe Abrahami ka bërë për Zotin, e se cila ishte ajo tani ka shumë mendime. Disa thonë ishte një kurban, sakrificë kafsh, disa thonë ishte nefsi i tij, pra personal. Ego e tij, tmetat e tij, virtytet errësirat e tij që i sakrifikoi për hir të Zotit edhe u përndrit. Edhe kjo është një kuptim më i thellë filozofik, po kjo është temë tjetër, inshallah, mund të diskutojmë një herë tjetër. Shumë mirë, shumë mendime, shumë kundërshtime mes kësaj. Unë kënaqesha shumë edhe mësoj shumë kur kam përballë njerëz që ideologjitë i arsytojnë edhe në praktikë në këtë formë çfarë po e bën ti tash. Unë falenderoj tepër shumë në këtë festë edhe për librin që po ma dhuron. Me siguri pas emisionit do të më nënshkruash apo jo me nderime edhe me shumë falënderime do ta marr Drilon. Faleminderit shumë, edhe unë jam i sigurt që nuk do ta kemi intervistën tonë të fundit, sepse në praktikën tuaj me klient edhe në psikoterapi, unë besoj që gjithë do të kemi nevojë që të sjellim përvoja, praktika nga ato se çka ju dëgjoni, praktikoni dhe mësoni nga klientët që vinë me shumë shqetësime te ju apo jo. Inshallah jemi shëndosh edhe me gjithë qef, faleminderit shumë për emisionin, unë nuk kënaqa për veti, po ndihna shumë mirë. Faleminderit shumë edhe një herë Drilon, falenderoj tepër shumë. Edhe urime festa, uroj që të pritni shumë festa edhe të tjera. Inshallah, gjithmonë me kënaqësi, ashtu që është Bajrami me Omelsina, atëherë t'ia thojmë njerëzve fjalë të mirë, tamel, edhe të vizitojmë familjarët e tonë edhe mos u ndalni festan e gëzonu. Të dashur shikues, patëm një intervistë që për mua të paktën solli shumë përvojë, shumë praktika, shumë histori të cilat e na lajnë edhe na bajnë me mendu që a jemi të vepru njëjtë, a duhet me vepru veç çka kemi lexu, apo çka është argumentu e çka është praktiku. Me këtë libër nga zoti Drilon, që e pata shumë knaqësinë ta pranoj, ju uroj festën e Kurban Bajramit, edhe uroj që të festoni shumë festa të tjera e të jeni bashkërisht edhe në momentet kur kemi gjithë gëzime edhe falënderime për njëri tjetrin. Në vikendin e ardhshëm do takohemi me një tjetër mysafir, deri atëherë mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.